nderuar kryetare, të nderuar deputet, dashur qytetarë të Kosovës. Anulimi i termocentralit të ri, pra projektit Kosova e Re, është dëmi më i madh që e shkaktuar Kosovës, edhe popullit Kosovës, pas lufte, pra s'ka goditje më të madhe që i ka ndodhur Kosovës. Anulimi i një termocentrali prej 500 megawattve është jo vetëm dëm energjetik, është dëm në siguri, është dëm në pavarësinë tonë politike, po edhe në çdo sferë tjetër të jetës sonë. Shkaktari ose arkitekti kryesor i anulimit të këtij projekti 500 megawatt me qymyr të Kosovës e me çmim 80 euro të megavatit është Albin Kurti edhe grupi rreth tij. Kosovën, Albin Kurti dhe grupi rreth tij e kalon pa një termocentral të ri 500 megawatt. E ka dorëzuar pavarësinë energjetike të Kosovës, dihet me filli ku. Ky është një fakt që askush, asnjë në këtë sallë nuk mundet me i me i bo bisht. Kjo është një e vërtet e cila kur s'ka me ndryshuar. Dikush o kujdes me vitet tona, mos me lonë Kosovën, me prodhue 500 megawatt energji me qymyr të vetin, me çmim 80 euro, pa ka punue. Serbia nuk ka krijuar fitore më të madhe ndaj Kosovës pas 99-s se sa këtë dështim të termocentralit të ri 500 megawatt dhe pastaj dorëzimit Kosovës të Serbia. Kjo është e vërtetë, ju lutem. Krejt VV-n e lus, çdo antar të VV-s e lus, intereson u rreth kësaj që ka po ju them. A e kom për inati, a e kom se duhet me thonë. Këtu janë njerëz në këtë parlament ulën që e kanë shkaktuar këtë goditje ndaj Kosovës. Edhe s'mujnë mu mshef dhe s'kanë me mujtë mu mshef. Nuk kanë marrë masa, pasardhje shtyre, me prodhu, me kriju burime të reja energjetike. E a dini pse? Sepse rreth tyne janë grumbullue mafia energjetike e Ballkanit, e të cilën e dominuajnë serbët, dhe këta e dinë shumë mirë të gjithë në këtë sallë. Dhe ata bashkë me njerëz të afërm të Kurtit, lidhja e shkurt Kurtit dhe Jona Mihali, krijojnë kompani çdo 2 javë. I regjistrojnë Shqipëni, i binë Kosovë, kompani fantazm. Njona e ka emrin NOA, tjetra e ka emrin NTMT, e kështu me radhë, po gjithë në këto kompani është një afërm i Albin Kurtit, i strukturës tij, i njerëzve të tij, i Dejonës. Janë kujdes, pra, kjo mafia energjetike, për me mbyll qarkun e tregtisë me energji. Janë kujdes me i kontrollue të gjitha institucionet që kanë të bojnë me energji. Askush për juve këto, s'muni me emnuti konë kek deputet, as ministrat VV-s. Në kek, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. Në ZRE, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. E tani edhe në kost, një për ministrit, është kryeshef, e me ligjin e ri, po i propozohet Kosovës mos me raportu kosti parlamentit, po me raportu qeverisë, po dojnë me mbyll qarkun e tregtisë e energjisë, edhe me alon duhet e lija mafijes energjetike me bo edhe më keq me Kosovën. Nëse këto fakte nuk qëndrojnë, nëse kjo nuk është e vërtet, hajde t'i diskutojmë sot këtu. Ju lutem, ajo që pse po ja u thon këto fjalë në parlament juve sot këtu, sepse kalun 6 vjetë, po duhet t'ja ndoj mendhen që ka na gjonë mos 6 vjetë. Duhet t'ja ndoj mendhen, mbajnë përgjithësi, kalun 6 vjetë, me 1 janar 2025 ka pas me fillu pun 500 megawatt, termocentrali i ri, teknologji e re, pa ndotje, e me çmim 80 euro. Sikur t'ja fillojmë sot marë, kushdo që janë pushtet, për 5 vjetë, për 4 vjetë, mu i prodhon energji në Kosovë, me qymyr të Kosovës, me çmim të tonin të Kosovës, e jo me na dorëzu të armiqtë tonë, e na me ble për tyne, e ata me bo çka dojnë me ne, me çmimin e energjisë, përfshi hajnat e tyre që janë mbledh rreth shefit qeverisë.
deri ku na dojmë heshta, deri ku na dojmë ja toleru një tjetër. Unë nuk po thom mos rrini në partitë ati që e ka bo këta, po ju thom mrena jush, diskutoni çka ka ndodhur vendit, mos lejoni në emrin e ju i gjithëve me ndodhë kjo masakër energjetike që ka ndodhur ti vendi e që ka ndodhur në vazhdimsi e para neve. Nëse nuk ndërmarrim veprime sot, pasojat kanë mu thellu, damet kanë mu rrit. Energjia nuk është vetëm energji, ju e dini më mirë çka po them të gjithë, është siguri edhe është pavarësi politike. Kjo nuk është rasti që i ka arë Kosovës një situatë e këtillë, që ne me pas dimit ende reduktive pas kushe disa vjete, që mos me ditë sa do të na vjen çmimi herën tjetër, edhe kuptohet mos me dhënë llogari kompanitë që i kanë 2 vet, që janë fantazm, që sot regjistrohet, po disa ditë i bën 100 milion qarkullime dhe zhduken. Unë nuk e heshti këta, nuk e kam heshtë asnjëherë, nuk e bëj për inatit kërkuj, po e bëj se qytetarëve të Kosovës ju ka rëndu jeta. E dije që kryeministri nuk lohet për këta, sa e ka gjetë formulën që shme marrë votën, e ka pregadit një pak kotash në qeshor, me shkep do pare, cilat o ka ja merë disa herë ma shumë me këto çmime. Dashun deputet, dashun qytetarë të Kosovës, edhe një herë përsërish, ekziston lidhja e shkurt e hajnis në energji. Krye hajni është Albin Kurti, krye hajnesh është Dejona Mihali dhe vazhdon një listë e gjatë. Ju lutem kujdes fjalorin. Zotja Haradinaj, ju lutem që të keni parasysh që të mos përdorni gjuhë të tilla në kuvendin e Republikës së Kosovës. Mos mendoj që e përforconi argumentin duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Nëse ke kundërshtime ndaj politikave të qeverisë, urno bëje, por mos e keq përdor edhe një herë këtë foltore të kuvendit. Dhe është hera e fundit që ta tërheq vrejtjen. Nuk ke asë një replik me mua. Asë një replik nuk ke me mua. Vazhdojmë me qeverin. Ministri Aris Vanolli. Nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të nderuar deputet të Republikës së Kosovës, së pari dua të filloj duke falenderuar zyrën e rregullatorit për energji, Kekun dhe Keskon, të cilët janë duke punuar dhe kanë punuar në mënyrë që si vjet të mos kemi rritje të tarifave të energjisë elektrike. E di që disa prej jush e keni mirë pritur një rritje eventuale dhe jeni duke trumbetuar këtë. Mirë po fakti është që zyra e rregullatorit për energji ka propozuar një profilizim të kostove gjatë 2 viteve, duke qenë se si vjet është vit më i vështirë për shkak se bloku B1 është jashtë funksionit për vendosje të filterëve, modernizim të turbinave, investim në kulla ftose dhe investime të tjera të cilat do të arritin dukshëm edhe prodhimin nga termocentrali edhe do të ulin ndotjen. Ndërsa vitin tjetër situata pritet të jetë më e mirë duke qenë se pas investimeve në këtë njësi, por edhe në njësi të tjera të as që do të bëhen si vjet, prodhimi do të jetë më i lartë. Pra, përkundër asaj që është trumbetuar dhe është proklamuar gabimisht se nuk do të ketë rritje si vjet, por do të ketë rritjen e ardhshëm, kjo nuk është e saktë dhe nëse e lexoni raportin e zërrejës, e shihni që profilizimi është bërë sepse do të pritej që si vjet të kishte rritje, ndërsa vitin e tjetër me gjas të kishte ulje dhe regulatori për të ruajtur edhe sigurinë e furnizimit, edhe për të ruajtur përballueshmërinë e tarifave dhe stabilitetin në kohë e ka propozuar këtë profilizim. Gjithashtu, duke qenë se kaq shumë flitet për çmimin e energjisë elektrike, dua ta them edhe një fakt. Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë mbetet më i ulti në rajon. Gjatë vitit 2025 ka qenë mesatarisht 8.17 cent për kilovator, ndërsa në Shqipëri ka qenë 11.6 cent, pra 41% më e shtrenjtë, në Maqedoni të Veriut 11.4 cent, pra 40% më e shtrenjtë, e në Serbi 11 cent ose 25% më shtrenjtë. Janë thënë shumë të pavërteta, mirë po unë do të fokusohem më shumë të ato që kanë edhe do shifra, pavarësisht që ato shifra janë të pasakta dhe të pavërteta. Për pjesën tjetër të prallave që i thoni me t'ju thonë të drejtën është shumë vështirë, sepse është
pa mundun dhe pa logjikshme që ju me dalë edhe me shpik gjana, edhe unë më mundu me i kundër argumentu. Ju lutem qitni në tavolin të argumentet që i keni, qitni faktet që i keni, dhe pastaj mund të flasim.